Lëvizja Salianit tregoi që brenda Partisë Demokratike ka shpresë. Brenda Partisë Demokratike ka dhe njerëz që janë civil, ka dhe politikanë që janë normal. Sallat e mbushura plot. Sociologjia e sallës ka qenë përgjithsisht e mbushur me të rinj. Kjo tregon që të rinjt e kanë bërë ndarjen nga Berisha dhe kërkojnë dikë që të jetë afër mentalitetit të tyre, afër gjeneratës së tyre. Tash që ishin të kulturuar forcit në këto salla. Përveç se sa e kishin mbushur plot ato salla, dhe duhet përmendur një fakt këtu që për herë të parë në 35 vite, kur Berisha është kryetari i partisë, të dali dikush brenda Partisë Demokratike dhe të mbushi sallat më shumë se sa vetë Berisha. Dhe kjo Berishën e ka tërbuar dhe për këtë arsye ai shpiku, se ky vetëm shpik, domethënë terma, tokfjalsha, hiperbola, metafora, duke thënë që është vetë përjashtuar.